Pra, kemi të bëjmë me një president Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili është qartazi i frustruar. E ka frustruar që lufta po çfarë? I frustruar nga lufta, sepse pritshmëritë e luftës nuk janë përmbushur. Si janë përmbushur. Dhe ai nuk po gjen dot mënyrën se si të dalë me dinjitet nga kjo luftë. Tani imagjinoni vetëm një gjë, një element shumë të thjeshtë. Çfarë? Po negociohet për hapjen e ngushticës së Hormuzit. Pra, kjo nuk ka qenë pjesë e negociatave asnjëherë me Iranin. Se ngushtica e Hormuzit ishte e hapur në fillim të luftës. Ne negociojmë si të hapim ngushticën e Hormuzit, kur kjo nuk ishte pjesë e negociatave. Pra, dështimi në këtë rast është spektakolar, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet ta kishin llogaritur që Irani mund të kundërpërgjigjej me bllokimin e ngushticës. Në lindjen e mesme, lëvizja e lirë e hidrokarbureve nga ngushtica e Hormuzit. Dhe këto objektiv e kanë humbur. Pra nuk kanë arritur që të përmbushin. Ndërkohë tani e kanë ndër objektivat kryesor. Hapeni ngushticën e mallkuar, thotë. Tani është kthyer në objektiv kryesor bashkë me programin bërthamor. Sepse tani Irani ka një kartë në dorë që nuk e kishte më përpara. Duke qenë se deterrenca e Shtetet Bashkuara të Amerikës tani më është komprometuar rënd, Irani përdor